edhe është edhe trampolin për dikon që s'ka qenë kod gjatë, ose është duk mi publikut, qoftë dikush në ftyrë publike si këngëtar apo aktor ose diçka, është mundësi e mirë më kthy aty për me ringjall veten. Gjatë që ka ndodhur për shembull Xuxin mund të më përmend. Edhe pse Xuxi është megastar. Është legjendë e vjetër e Prishtinës, na Prishtina-lit e dim edhe njohim kush është Xuxi, mirë, po në këtë invazion të pas luftës, me të vërtet u dash me bën hipotezë të tillë se po dalin gjenerata të reja e tjera. Ose Drenusha Latifi, shembull, ajo kon një kohë që i ka mungu skenës, tash në këtë pjesën e që kem Big Brother në vitin e kalum, edhe ajo tash u rishfaq, vetëm pas një kohë shumë gjatë që i ka u edhe dolën shumë historinë atë saj. Tregom, Grek, ti ke qenë pjesë, dy herë ke qenë pjesë e këtyne eksperimenteve sociale me izolime, ke qenë në It's My Home, po nuk të kam vetë kur. Sa ka ndryshu Greku mrena për mrena, sa ke qenë banor, atë ka një mu një eksperiencë tillë që të me kuptu veten ma shumë? Shumë të një ekstrem shumë.